Indeksi i rritjes së pensioneve ka nisur të aplikohet që nga muaji janar 2026 me vlera të ndryshme për pensionistët. Këto vlera variojnë nga 200 deri në 1800 lekë të reja në varësi të viteve të punës dhe vlerës mujore të pensionit. Megjithëse se kjo rritje ka nisur të përfitohet, pensionistët shprehen të pakënaqur me shumën e marrë. Sipas tyre, përveç se rritja e pensionit është e ulët, ka edhe gabime në përllogëritjet e kryera. Për këtë kategori kërkohet që indeksi i pensionit të rishikohet dhe të aplikohet në një vlerë më të lartë, duke marrë parasysh vështirësitë ekonomike dhe problematikat me të cilat përballen pensionistët. 18.000. 18.000. Aq se poshtë 200 që jam. Aq po. Sa unë shumë duaj lakë pa, hajde më morën diçka po. Ne mosha jon tash vetëm ilaçe kemi jam. 100.000 lekë më shumë. 200.000 lekë. Unë po thoj 56.000 lekë duaj ilaçe. Në muaj. Pensioni shumë i pak 200.000. Minimalja do të jetë 300.000. Minimalja. E pensionistë do të jetë 300.000. Pasaj të tjerë sa kanë më shumë e sa kanë më pak. Unë peshkatar. Peshkim ka punë. 8.000 plaka. Kam punuar në minjerë, kam 35 vjetra pension, më shto 8.000 lekë të vjetra. Aj! Më shto. Edhe gruas merrte 100.000 lekë në kooperativa, ajo 8.000 lekë më shto. Kaq. Shumë pak. Tash shtesa. Ja, ata gjyqtarët duan na 2.000 euro, shtesë tonë ata na 3.000 euro, qa bëhet shtu? Se pak marrin ata, duan dhe shtesë na 2.000 euro, na 3.000 euro. Indeksim, ja 12.000 lekë. Se ata që marrin mbi 200.000 ke parasysh, ata e kanë më të lartë indeks. Ata që marrin 300, se unë marrë 310. Mora 12. Unë Pelat Recep. E pa mjaftueshme. Që është zonë mëndje shumë kjo. Në naftë. Sektor e naftës. Unë marrë 350.000 lekë. 19.000 lekë. 1.800 lekë. Se kam maksimale 35 vjetë punë. Prej muajit janar, pensionistët kanë përfituar rritjet pensionit, një rritje që sipas tyre është e pamjaftueshme.